Se si ne duhet dallojmë revolucion në 90-s, ishte revolucion. Paqësor për revolucion, sepse u rrëzu një sistem. Dhe sistemi rrëzohet ose me dhunë, pra nëpërmjet revolucionit të armatosur, ose në mënyrë paqësore. Dhe tek ne u kryen në mënyrë paqësore, u ndryshoi një sistem. Dhe në këtë kuadër të gjithë ne që pjesë morëm në të, u prishën edhe uzinat e fabrikat edhe furrat e bukës ose është tjetër gjë. Ta të kuptojmë mirë, flasim për 90-ën dhe pastaj të shohim çfarë dinamike ka pati procesi i administrimit tashmë të tranzicionit. Sepse këtu kemi tjera gjëra që dhe do ketë interes të diskutohet administrimi i tranzicionit dhe dalja jashtë kontrollit e këtij administrimi. Ka shumë vend, por revolucioni i parë ishte paqësor. Dhe jo pa qëllim, në atëherë thonin nuk ka parti demokratike, por ka front. Sepse nga ja parti demokratike, në mënyrë më normale të mundshme, dolën partitë e tjera të cilat praktikisht prodhuan pluralizmin. U legalizua pluralizmi në 90-ën, por nuk ishte i konsoliduar. I konsoliduar atëherë kur të gjitha flukset shoqërore, sociale, filluan të përfaqësoheshin. Ky lloj përfaqësimi pastaj pati dhe problemin e vet, sepse ky përfaqësim u bë i rrezikshëm për ata që ishin dy partitë e mëdha dhe natyrisht këta bën gjithë përpjekjet për ta fraktemarizuar dhe për ta shkatruar protagonizmin social të ndryshëm. Fjala vjen. Në qoftë se Balli Kombëtar është një parti tradicionale, e cila kishte të gjitha bazat për të vazhduar e tillë, si rrjedhimi i rrezikut që i prodhoi Berishës, Berisha ndërtoi gjithë skemën dhe prodhoi 3 ballë kombëtar. E njëjta gjë ndodhi me legalitetin, e njëjta gjë ndodhi me Republikanën, e njëjta gjë ndodhi me Partinë e Çamëve. Por po të shikosh të gjitha këto, të cilët Republikanët dy parti? Në momentet e parë kanë qenë të tilla, por pastaj ato përfundoi në një parti kiosk, në partinë e Mediut dhe mbeti partia e Medinit. Partia e Mediut është parti kiosk? Po kiosk është. Nuk ekziston strukturë partia republikane në Shqipëri, siç nuk ekziston më parti balli, siç këto janë parti të cilat shpeshherë i themi se linjën e tyre e kanë në makinën e kryetarit. Pse atje ka Aqe se linjë e tyre është makina e kryetarit. Edhe është shtëpia ku ruhet ashtu quajtur arkive partisë, që vetvete nuk është gjë tjetër veçse marrëdhënia që bëjnë me shtetin, jo financimi nga shteti, edhe pastaj fjalime, deklarata të cilat gjë shumë me Fatmi Mediun që po. Jo, absolutisht ble respektoj, është nga politikanët më të pjekur që sot ekziston në Shqipëri, pavarësisht përfaqësimit, pavarësisht problematikës. Është i ekuilibruar, dhe artikulimi i tij është artikulim intelektual, pavarësisht siç është tek. Por nëse do flas për analizën politike, duhet të jem shumë i saktë. Pastaj po fola për individin, them po. Ne të kishim në opozitë disa politikanë si Mediu, unë do të thoja që opozita do të ishte tjetër dhe raportet politike në Shqipëri do të ishin tjetër. Po vetëm një person, vetëm Sali Berisha e prishte punë?